Për kujtimi I vdekjes është këshill që nuk flet. Këshillohet ai që I friksohet Allahut. Nuk ka nevojë që të friksohesh dhe të friksohesh ta hapësh temën e vdekjes. Për kujtimi I vdekjes njeriu I sjell dobi dhe hajër. Ta kujtojmë vdekjen dhe takimin me Allahun. Allahu I madhërisht më thot: "O ju që keni besuar, friksojeni Allahun dhe secili prej jush le të shikon se çka ka përgatitur për ditën e nesërme." Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpeshton e përmendjen e asaj vdekjes që shkatron kënaqësitë. Andaj vdekja është ndarësja mes kësaj bote dhe botës tjetër. Pas vdekjes nuk ka mundësi pendimi, as për mëkatet, as për të kthyer me bo vepra të mira, as për të kthyer mund dalun nga veprat e këqija, as për të shtu veprat e mira. Allahu I madhërisht thot, nuk është pendim I pranueshëm I atyre që vazhdimisht bëjnë vepra të këqija, dhe vetëm atëherë kur I vjen vdekja ndonjërit prej tyre, çka thot? Unë tash u pendova. Vdekja është e pashmangshme për çdo njeri. Jemi sigurt në këtë. Çdo shpirt do ta shijon vdekjen. Dhe padyshim që të takojmë të gjithë vdekjen, siç thot Allahu I madhërisht, thuaj vdekja nga e cila po ikni, padyshim se ka për t'ju zanë, për t'ju kap të gjithëve. Gjithashtu thot Allahu I madhërisht, kudo që ndodheni vdekja do t'ju zem, edhe nëse jeni në kështjella të forta, në kulla të forta, të fortifikuar. Shumë njerëz kanë dalë nga shtëpitë e tyre që nuk janë kthy më. Shumë njerëz kanë kërku dëshira të ndryshme që nuk kanë pas mundësi me realizu më. Shumë njerëz që në mesin ton para do ditëve, para do viteve, para do muajve kanë qenë sot nuk janë. Andaj një shpirt I besimtarit do të jetë në hajër, në begati, përderisa ai gjithmonë e kujton dhe është I vetëdijshëm se do të del para madhnisë së Allahut. Sufjan ibn Uyeyne tregon një rast të Ibrahim el-Temi, I cili thot: "Një herë paraqita veten time thot në xhenet." Ka paramendu veten e tij në xhenet, duke ngrënë frutat e tij, duke pirë nga lumenjtë e tij, duke u ballafaquar me bukuritë e xhenetit. Pastaj paraqita veten time thot në zjarr, duke ngrënë nga zekumi që është ushqimi I xhehenemlive, duke pirë nga lëngu I tij dhe duke u përballuar me zinxhir dhe prangat e xhehenemit. Atëherë thot I ktheva vetes time dhe I thash: "O shpirt, çfarë dëshiron?" Thot ajo përgjigj: "Dëshiroj të kthehem këtë botë për të bërë vepra të mira." Atëherë I thash: "Ti je në dëshirë, prandaj puno." Plotësimin e dëshirës e ki të mundshme për të bërë vepra të mira, fjalë të mira, ende është mundësia para se dalim para madhnisë së Allahut, para se të ballafaqohemi me vdekjen. Secili prej nesh ka mundësinë që të bëjmë vepra të mira, fjalë të mira dhe të kthehet madhnisë së Allahut.